ke larguar asnjëherë. Asnjëherë. Çunat po. Çunat janë larguar, por Të ka dhimbë ke patur dhimbje? Në dhem shumë që kanë ju. Po E pse? di që nuk do më kthehen, ha? E di. Sepse ata ka krijuar ku kanë vajtur jetën e tyre. Për shembull Arturi, i madhi. Djali ka marruar, Egri ka marruar për ndërtim. Edhe ka krijuar një brigadë ndërtimi aty ku është. Sa do rri, nuk e di. Është i dhanë, brenda një viti i mund vi 5 herë. E kuptoj. Vjen. Por ama kthimi nuk do jetë- konsiderohet. Jo, nuk e konsideroj. Unë e mendoj këtë, mendoj që nuk është ti ke ndërtuar një shtëpi të madhe, nuk është një shtëpi e vogël dhe ndoli edhe bashkëshortja jote aty. Dhe jetoni vetëm ju të dy aty. Vetëm ne të dy. Këtu që gabimi që u bë gjitha investim aty. Thoj hajt, unë ndërtu aty dhe Do të pyes për këtë, se kam përshtypjen që kur je më i ri, po mendon ndryshe. mendon ndryshe. Dhe kur je sot mendon ndryshe. Bile sa mendime i kam ndryshuar vetë një ditë më thot një shok thot do vish thot në një fshat të Fierit aty në Nënas këtu aty. Edhe kur vajta në Nënas tash i kishte bir ferra mbi shtëpi. I kishte mbuluar ferra shtëpit. Edhe duke ikur me makinë për në Nënas Asturgës, Po. Thash, kjo ferra, thash, që ka birë këtu, do afrohet për pak vite dhe shumë, edhe në pragun tonë. Këto kanë qenë vërtet mendimet që pa? Po, pasaj, këtu kam ndryshuar mendim që thash, çdo gjë. Të ardhmen e ndërton rinia. Brezi, ky brezi jon gati e mbylli ciklin, bashkë nga vash, po e mbyll ciklin. Kurse rinia nuk kthehet, derisa nuk kthehet rinia do të thotë që vdes. Një gjë kaq e bukur. Kur ke qenë 40 vjeç, ti vetë si e kishe menduar që do t'ishte pleqëria jote? Po nuk e mendoja një ditë që do ishte, me fjalë do kthehesh privat, do shikoje çfarë ferrash janë fanepsurët, gjithë egërsira. Nuk e mendon dhe njeri se do përfundon të kështu. Po mendoja gjithmonë që edhe po të kthehet privat, do ketë një farë kulture, e të mbajturit të pastër, e të mbajturit, po s'ka një njeri për të mbajtur pastër këtë vend. Na ka dalë zonja që të na presi. Shiko, më bëri përshtypje sepse kur takova tek dera përpara se të dilnim dhe të bënim këtë copës rrugë bashkë, e lajm që ta bënim kështu si rrugën e fëmijërisë. Tu afrua dhe të pastroj pantallona. Si Nëna, si ke emrin? Beruze. Beruze? Kerçi. Wow. S'kisha dëgjuar emër Beruze. Edhe ndivja kur bërë analizën unë, më thanë që se kemi ndjurë këtë emër. Beruze. Të pas ka zgjedh nga emri më duket. Dua emër të Mos veçantë. më pëlqen emri im. S'të pëlqen? Ja, Pse? nuk e di. Na është ishi veçantë. Se si do ta doje ti ta kishe pas emrin? Kishin tërë. Një emër, më thuaj një emër që të ka pëlqyer. Një emër, ka plot Ka emër. vetëm Beruze jo. Me zikje gjetën ata emër se këto ishin 2-3 motra. Çfarë thua, ka shumë motra? Ka shumë motra. Po se sa keni qenë familje ju? 15 fëmijë. 15. Wow, 3 vlezër, 12 motra. nga i njëjti bark? Jo, jemi 3. Ah, okay. Ka prur 3, ka gjetur 3. Këta tjerë të ka bërë. E jo si tani, vetëm një. Janë dhe meli. Janë dhe meli. Ka fuqi, ë? Edhe që ishemi rritur. Thuj që ishemi rritur. Therte një zok, një copë krah, s'na të pronte. Po. Jo të hanjim kështu si që pa hanë tani. Ndërsa tani e lën krahun aty dhe tavolina nuk e ha, thot se ka yndyr. E heth qeni. Për të ndjekur Real People,
Bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.